Orvatja ndaj ereksionit perfekt po bën evolucion. Edhe këtë nuk e them unë, po e thot një ekspert i ereksionit. Ndiqni videon dhe rikthehemi. Ka proteza që qëndrojnë ashtu në gjendje që e mbajnë penisin në gjendje të erektuar. Ka proteza që kanë buton dhe e shtyp në çastin që do e përdorësh. Jo, ajo që u skandalizua. Ai nuk tha një gjë. Ato që e mbajnë takuar, ato harxojnë më shumë besoj. Me bateri janë ato apo jo? Me çfarë? Me karikim. Ishte me bateria. Ore, ku blehet kjo? Se nuk e dua për vete, po për një shok. Blehet kjo. Ky është lajm i tmerrshëm. Pse është i tmerrshëm bes? Tmerrshëm është. Pse? Ore, ereksion me buton, tallesh ti. Po pra, po për njerëzit që kanë ereksion normal, kjo është skandaloze. Për ne njerëzit që kemi ereksion normal. Për ne që gëllojmë nga ereksion. Për çmë do mua një grua që unë me ereksionin natyral. Kur ka atë tipin me një buton pa palët, pa direkt me buton, e ke kur duash sa duash. Po mendoj që do vlerësoj sinqeritetin në këtë rast. Ti që ke ereksionin normal edhe ti me butoni, po ta mendosh. Po. Njëra. Po mirë, si del nga shtëpia. Imagjino kur s'ka bateria ajo gjëja? Sigurt? Del nga shtëpia me telekomand me vete, si. Pse e në një shoku ta mbajnë, një shokje. Unë gerti asnjëro. Ngatron me pultin e makinës.